Jemi kthyer në studio. Armen, ma shpjego çfarë ishte kjo? Kjo është një këngë ku e kemi kompozu, kompozimin e kam bërën, një nxënëse e ka bëu tekstin, mirë po me disa përmirësime, rregullime të tekstit, si edhe një nxënëse tjetër e ka këndu, që është një talent i jashtëzakonshëm edhe me një zë shumë të mirë, e cila sjell një emocion pikërisht për Kosovën. Okej, për te këngës. Për me dalë kënga na mbrapa vi pam aty ambiente, pune, ma shpjegot ato që e pam, çfarë është? Kjo është realizu 2 vite, mirë po nuk kemi pas kohë më bo një montazh. Montazhën e kom bo thjesht me telefon që i kom ingjizu edhe kom bo unë vetë montazhën, ku kom pas si mesazh se çka kemi arrit që me bu një studio muzikore në gjimnaz. Pra, kjo është kulmi, keni arrit që brenda shkollës të keni studio në juj. Kemi një studio muzikore. Si u realizu kjo? Kjo është realizu e kemi pasë një trajnim me Asetin, ka qenë fundacion i USAID-it, të Millenniumi kanë pas zyrat atje, ku kemi marrë pjesë 3 mësimdhënës, dhe e kemi fitu lloj si tenderi pas trajnimit. Ata i kanë fituën disa etikut që ka qenë informatikës, e kanë fitu kompjutera, vlera, do të ketë vlera totale me këtu pajisjet studios, o sjellë mos gabofsha deri në 15.000 euro. Edhe mandej tani unë e kom fillu gati qëtu që po ishin e qëtu pamjet të ndërtu nga dal, vetë me disa nxënës, jashtë mësimit, kur kemi pas ku, kjo ka zgjatë ndoshta 1 vjet e gjys deri sa e kemi realizuar studion tamam. Me këto pajisjet quftë edhe kabina. Unë nuk pas kam dëgju, ka ndonjë shkollë tjetër, një studio muzikore, Asune nuk kam dëgju. Dhe pse vendose ta bësh këtë studio në shkollë? Po, drejtë me thonë, informimin e re kemi pas prej drejtorit që është këtë trajnim, ku ka me pas vlera dhe të mira tarna për shkollën, financiare, edhe mandej kure shqoha që ka edhe pajisje muzikore, deshta që të dhosa do pak një kontribut që me qenë për nxënësa, që me pas edhe ata kush ka talent me shfaq qoftë, me bujnë inqizime, ku të dione. Që sa ko e keni këtë studio? Që sa e keni aktive? Aktive, po. Aktive e kemi prej 2022, mos gabofsha, 22-23. Se pak edhe këto Asetin që kemi fitu ka qenen pak para pandemis. 2019. Po pandemia e ka shty pak? Po, edhe i kemi fitu mirë, po s'kemi pas mundësi me punu. Se një pjesë të mësimdhënies e kemi ndjekur në mënyrë online, dikura kur unë bëllën të gjitha. Sa po e shfrytëzoni këtë studio? Çfarë jeni duke bërë me këtë studio? Apo ju shërben juve? Po, unë zakonisht kur po e shene ju vetëm studion, po që gjithë edhe kabinetin, që e kemi rregullu, që me qenë pak një ambient me pas, tamam me ndje edhe nxënësi, që është lënda e artit muzikor, jemi mundu, edhe të shfrytëzimi saj, po mundohën adhone maksimumin qoftë edhe jashtë orarit. Mirë po të studio, rësulli është problem pak që orat shkën si minut. Dhe të thëtë, kur hinë diqka ose me bu diqka mirë, shkën kua shumë shpejt.